Edhe pas më shumë se një orësh, pra takimi i mbledhjes së kryesisë në Lidhjen Demokratike të Kosovës po vazhdon dhe ai është thirrur pra për këtë ditë nga kryetari Lumir Abdigjiku dhe në renditës janë gjithsej 4 pika. Fillimisht do diskutohet për rezultatin zgjedhor të Lidhjes Demokratike të Kosovës, më pastaj si pike 2 të renditës është performanca e degëve në për Kosovën me datën 9 shkurt pra në ditën e zgjedhjeve, si dhe pika 3 të renditës është performanca e degëve të Mërgatës, me qenë se këtë herë pra ka pasur një numër më të madh të votave që janë ardhur me post për Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe si pikë e 4 të renditës do diskutohet edhe pozicionimi i LDK-s pas rezultatit final pra në planet se si do të veprojë kjo parti pas themelimit apo konstituimit të legjislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës dhe nëse do të qëndrojnë në pozitë apo në opozitë apo do të hyjë edhe në qeveri me ndonjë koalicion të mundshëm. Krejt këto sigurisht që vinë pak ditë pas dyshimeve për manipulime me vota në komunën e Vushtrrisë, ku kandidatja Rezarta Krasniqi kishte ngritur alarmin në prokurorinë themelore në Mitrovicë, që ka pasur dallavere me votat e saj, çka ka çuar në rinumrim dhe ka pasur pra edhe lëvizje të votave mes kandidatësh nga rinumrimi që është bërë. Teksa sot gjatë ditës ka pasur edhe një deklarim nga nënkryetari i LDK-s, një kryetari PS Gazmend Muhaxhiri, i cili ka thënë që jemi duke parë pra se si duhet veprojë LDK-ja pas zgjedhjeve, me qenë se mundësinë për ta krijuar qeverinë e ka shumica që ka fituar pra partia që ka fituar shumicën e votave, këtë rast lëvizjave të vendosje, dhe nëse ata nuk do të arrijnë, ky ka thënë që do të shohim më pas se si do të veprohet. Në fund pritet që në fjalë para gazetarëve të dalë edhe kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku për treguar për këto, por edhe për të tjerat që kanë dalë nga takimi i parë pas zgjedhjeve të 9 shkurtit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila në zgjedhjet e 9 shkurtit ka dalur e treta me 17.6%, apo rreth 149.000 vota. Mirë Flamur, të faleminderit shumë për gjitha këto detaje që solle për ne dhe për shikuesit tanë. Kryeministri Albin Kurti po beson se ai do të udhëheqë qeverinë e re të Kosovës. Dhe ndjekim në vazhdim një deklarim të shkurtër të tij kur u pyet për koalicionet e mundshme të lëvizjesve të vendosja. Së pari rezultatet përfundimtare, pastaj Bashkëpartiaku i Kurtit, nënkryetari i vetëvendosjes Glau Konjufca ka